Poleti. Prej Poleti e në atë pjesë e Lanena në rrugës në drejtim të Zveçanit në të dyja anë të rrugës. Pastaj, kur i masakra, me 5-6 në vazhdimësi, kanë hyna për shtëpi dhe i kanë dëbuar mbar shqiptarët nga pjesa e okupuar e qytetit. Për ata edhe është pjesë e okupuar, sepse Mitrovica nuk ka dash lirimi, kështu që Mitrovica është ende e paqliruar me një pjesë të okupuar. A dihet sa ka qenë numri i parafërsisht i shqiptarëve që ishin dëbuar nga ajo pjesë e Mitrovicës zoti Barani? Jo dihet saktësisht, por jo vetëm me 3-4 shkurt. Po flasim nga ajo periudhë pastaj që ka po. Edhe ata që u kthyn pas luftës që kanë qenë të dëbuar para lufte, gjatë luftës me 14, 15 e 16 qershor, që i kanë shti në kalon për në drejtime të ndryshme, Shqipëri, Maqedoni e Maltezi, pas lufte u kthyn në përbanesa shtëpitë vetë, një pjesë e madhe, po prej 3 shkurtit deri me 20 mars 2004 nga pjesa okupuar e qytetit të Mitrovicës janë dëbuar 1564 familje me 11.364 antarë. 11.000 e më shumë se 360 nga 2000 deri në vitin 2004. Një pjesë e të dëbuarve me dhunë. Ma vonë kanë bo përpjekje me shku me i rindërtu shtëpit në pjesën e okupuar shtëpi që i kishin djeg, para prakisht i kishin plaçkit milicia, ushtria dhe para ushtarakët e civilit serb të armatosur, por edhe aty shumë sesh e kanë pësu duke punu në trojet veta, e kanë pësu dhe pastaj edhe i kanë dëbu.